10.000 euro granti për të paguar interesat e kredis, 70 euro për bebin e parë, 60 euro për bebin e dytë. Për të tretin, pagesa e qeverisë nga lindja gjere 23 vjeç. Ky program, që në fakt dhe njëherë, moton më kryesore ka kombinërinë e tij. Fton çdo shqiptar kudo që ndodhet në të katër anë të botës të konsideroj kthimin në Shqipëri. 5 vite pa taksa, kredit buta, për strehimin, për startupet. Suksesi tyre është prova jonë. Të dashur miq, beteja për të ndërtuar Shqipërinë madhështore është betejë për ëndrrën e rinisë shqiptare. Shqipëria madhështore do të jetë vetëm Shqipëria që ka trenin e teknologjisë së lartë. Ju garantoj se Shqipëria do jetë Shqipëria high-tech-ut, epicentër rëndësishme data qendrave, e blockchain dhe kriptomonedhave, e internetit 3 dhe inteligencë artificiale. Miq, kjo do jetë Shqipëria në moshën tuaj. Por unë i premtoj çdo biznismeni dhe i them se 11 maj nuk është një vot për një qeveri, por është një vot parazgjithash për biznesin tuaj. Sepse nëse ti, gjatë këtyre viteve, me përpjekjet jashtëzakonshme ke mbijetuar dhe ke shpëtuar falimentimit, pas 11 maj, hapësirat e lirisë për ty do t'jenë krejtësisht tjera. Ne jemi parti e lirisë individit. Ne besojmë të iniciative e lirë. Ndaj dhe do t'jemi dhe do vendosim regjimin më të ulët të taksave në Europë. Nuk do ketë një vend të dytë me taksa të ulta sa Shqipëria. Ronald Reagan shkruante se parat në kontot e qytetarëve dhe biznismenëve janë më të dobishme se llogaritë e qeverisë. Unë ju them se kjo profeci e tij është biblike, është kuranike, është e vërtetë sa çdo e vërtet tjetër. Ndaj dhe çdo biznes i vogël do e blej energjinë nga 18 në 6 lek. Do përgjysmohet tarife e ujit. Sipërfaqja publike do pjesëtohet me 5. Bashkitë s'do mund të tatojnë kur më shumë se 1% të xhiros. Tabanet e tatim fitimit dhe të vëshës do shkojnë në 180.000 euro. Bizneset tjera do kenë tatim fitimin 10%, të vëshën 15%. E dini ç'do thot kjo miq? Një tatim fitim 10% do thot fitimi madh për bizneset, për të krijuar vende pune, për të rritur rrogat e punojësve, për zgjeruar bizneset e tyre. Do thot mirëqenie në përhapje.
Po pse ai? Po pse gjeniu? Po pse gjeniu? Që shkrojti doktrinën e kapitalizmit, thoshte se pasuria përhapet dhe përhapet. Pasuria përhapet kur ti respekton lirinë e individit. Pasuria përhapet kur ti krijon hapësirë për individin dhe biznesin e tij. Nuk do ketë vend tjetër që të ketë taksat e ulta si Shqipëria. Biznismen, investitor, nga Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Italia, Franca, Greqia, do të vërshojnë drejt Shqipërisë. Shqipëria do t'jetë vendi më tërheqës. 4 zona industriale, 4 zona ekonomike të tjera do krijojmë. Made in Albania, krenari kombëtare. Miq, fermerë shqiptar të përçmuar dhe diskriminuar, njerëz fisnik që me lume i djerëse nxjerrin jetën e tyre, paten këto 12 vite kohën më të vështirë pas kolektivizimit të Shqipërisë. Ballkani i hapur ishte një akt armiqësor ndaj fermerëve shqiptar. Argati Vučićit hapi doganat, dyrt, për mallat që vinin nga Rusia, nga gjithë hapësirat tjera, dhe fermerët u përballen në një pabarazi ekstreme. Vetëm në Kosovë, në Maqedoni, fermerët subvencionohen 5 herë më shumë se në Shqipëri. Të dashur fermerë dhe fermere, me 11 maj, votoni, se votoni në radhë parë për djersën tuaj, votoni për mundin tuaj, votoni për fermën tuaj, votoni për mirëqenjen tuaj, sepse programi ynë në 100 ditë të para do pesfishoj subvencionin për çdo fidan të mbjell, për çdo kokë bagtit mashtruar, për çdo njësi prodhimi. Dhe në fshat s'do ketë më diskriminim, s'do ketë pension në 200 euro. Ndaj dhe mblidhuni, të votoni të gjithë, votoni ndryshimin, është vot për suksesin tuaj.